Te ky këndi këtu ndodhet kanali Otrantos, ku në mars të vitit 1997 anija italiane goditi anijen ku ndodheshin shqiptarët që po shkonin drejt Italisë. Dhe ndodhi ajo që tashmë njihet si tragedia e Otrantos. Tragedia e Otrantos është një nga padrejësitë më të mëdha që janë bërë shqiptarëve. Shqiptarët kanë vuajtur shumë, shqiptarët kanë sakrifikuar shumë. E mbaj mend shumë mirë vitin 97 sepse në korrik të atij viti bëja 10 vjeç. 6 mujori i parë atij viti dhe muaji mars ishte muaji më i nxehtë. Shqipëria ishte futur në një gjendje kaotike dhe shqiptarët aratiseshin për një jetë më të mirë. Sakrifikuan shumë dhe në ditët e fundit të marsit ndodhi tragedia e Otrantos. E mbaj mend pamjet në radio televizionin shqiptar dhe mënyrën se si u përcoll në Shqipëri. Historia na detyrohet shumë dhe na janë bërë shumë padrejtësi. Otranto është një prej tyre.